Në sallën e rektoratit të Universitetit të Vlorës, Ismail Qemali u zhvillua një bashkëbisetim me gazetarin, analistin dhe ish-prefektin e qarkut të Vlorës Platon Nësuri. Takimi u organizua nga laboratori mediatik i universitetit dhe u hap me fjalën përshëndetëse të rektores së këtij universiteti, e cila vlerësoi kontributin e figurave të spikatura të medias shqiptare në formimin profesional të studentëve. Zoti Platon është një figurë shumë e shquar e diplomacisë shqiptare, e gazetarisë, e analistëve në Shqipëri dhe prandaj kemi shumë të rëndësishme planim etik mes studentëve dhe pedagogëve të Universitetit Ismail Qemali sot. Ky takim i sotëm është në vazhdim e thelbit të misionit të Universitetit Ismail Qemali në Vlorë, por edhe të gjithë çdo universiteti në përgjithësi, për të krijuar hapësira diskutimi, hapësira debati, për të krijuar ura komunikimi midis eksperiencës ekselente dhe formësimit të studentëve të rinj të këtij universiteti. Jam e bindur që takimi i sotëm do jetë në vazhdim e kontributeve që ne si universitet përpiqemi që t'u ofrojmë studentëve të rinj në mënyrë që ata ta kuptojnë më tepër realitetin në të cilin ne jetojmë. Ndërveprimet globale, ndërveprimet ndërkombëtare të një bote që transformohet vazhdimisht. Që keni mundësi që të zhvilloni arsyetimin tuaj kritik, analizën tuaj kritike dhe mbi të gjitha qëndrimin tuaj qytetar. Në vijim përshëndeti edhe shefja e Departamentit të Shkencave Humane, Elira Çerkezi, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimeve të tilla për zgjerimin e horizonteve akademike të të rinjve. Në hapësirat e administrimit publik dhe komunikimit politik në Shqipëri, figurat të saktuara marrin një rol të dukshëm në ndërthurjen midis qeverisjes, diplomacisë dhe debatit publik. Dhe këta aktor, Platon Nësuri përfaqëson një rast domethënës për të analizuar mënyrën se si përvoja institucionale dhe angazhimi mediatik bashkëpunojnë në krijimin e një profili publik. Duke vepruar në disa nivele, administrativ, diplomatik dhe analitik, Nësuri mishëron modelin e funksionarit bashkëkohor, që operon njëkohësisht në terrenin e politikbërjes, por dhe të opinionit profesional. Kjo gjë na jep dhe na vën në dijeni se përmes një analize të strukturuar, duke përfshirë sa karrierën institucionale, dimensionin diplomatik, praninë në hapësirat mediatike, angazhimet komunitare, synojnë të ofrojnë një paraqitje më të qartë të pozicionimit të tij në jetën publike shqiptare. Bashkëbisedimi mes Platon Nësurit dhe drejtueses së laboratorit mediatik, Marieta Mërkuri, solli një diskutim të hapur mbi rolin e medias në shoqërinë bashkëkohore, sfidat e gazetarisë dhe etikën profesionale. Për te gazetarisë edhe për studentët që janë këtu, zoti Platon Nësuri ka shërbyer me dinjitet në diplomacinë shqiptare, ku përfaqësoi interesat e vendit me mjaft profesionalizëm dhe integritet. Më vonë, ai mbajti edhe detyrën e prefektit qarkut Vlorës, si vlonjat, duke u përkushtuar në çështjet e zhvillimit lokal dhe të administratës publike. Në çdo rol ka ruajtur të njëjtën qetësi, etik dhe ndjenjë përgjegjësie që e kanë shoqëruar në çdo hap të karrierës. Dhe pyetja ime zoti Nësuri është kjo: si mund të ruhet ndjenja e shërbimit publik kur përfaqëson vendin tënd jashtë kufive? Por a ndryshon misioni komunikimit nga gazetar në diplomat? Janë të ndryshme, por që ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe mua më ka ndihmuar gazetaria përsa i përket çështjeve të njohjes, sidomos problematikave të analizës, ku ka të bëjmë me analizat me geopolitike, me politikën e jashtme tjerë, sepse kanë qenë gjithmonë korrekt. Por po ashtu më ka ndihmuar edhe kur jam rikthyer her pas here në media, e gjithë kjo përvojë padyshim që më ka ndihmuar shumë. Ndoshta më kanë bërë mirë edhe shkollimet jashtë. Edhe ky është një aspekt. Domethënë, unë kujtoj që Akademia Diplomatike e Spanjës kishte një parull madhe, ku thoshte që ne jemi shërbëtorët më të mëdhenj të atë. Në fund të takimit, studentët patën mundësinë të drejtonin pyetje dhe të shkëmbenin ide me të ftuarin, duke e kthyer aktivitetin në një debat të gjallë dhe frytëdhënës. Bashkëbisedimi ishte pjesë e nismave të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali për të afruar studentët me personalitetet e jetës publike e për të nxitur drejt mendimit kritik dhe profesionalizmit në fushën e komunikimit.